Kur ja vendosë emrin e emisionit KÇK, Kap Çat Kapësh, e kishe fjalën si gazetar Kap Çat Kapësh në i lekë dhe pastaj shihetën, ose për kriminalet që Kap Çat Kapësh se i di do të vi rrapa? Ja. Gjithë jetën time, po të kisha një emision do t'ja vija vetëm natën e mirë dhe pa çfarë. Sepse jam një ndër i thtarët më të mëdhenj të Eduard Moreau, një gjigant domethënë, një vatin luftë dytë botërore dhe bëri vetëm gazetar, nuk shkrepi asnjëherë armë, është një gjigant në llojin e vet. Hapi tipikisht emision siç e kam unë, hapi në vitet 50 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e quante Good Night e Good Luck. Dhe kjo është në kokën time, e kam ndjekur pak ka në YouTube për ta parë se si e drejtonte ai, por frymëzimi më i madh ishte pastaj kur pash filmin hollywoodian që u bë pikërisht për mbi jetën e ati dhe mënyrën dhe atë çfarë ai kishte dhënë për të vërtetën dhe për drejtësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kap Çat Kapësh ishte akordi që me pronarin e MCN-s është e pagzoja ndërmjeksi, jo Kap Çat Kapësh, unë e kisha ndryshe e vuni Kap Çat Kapësh dhe mua mu duk bukur, kjo ngjiti tek njerëzit, mua më bëhet qefi që kam një emision të ndjekur, i respektoj shumë të gjithë shikuesit dhe ndjekësit e emisionit, nuk pretendoj wow, që po bëjt në një revolucion në përkundrazi, ndjek ndonjëherë revolucionet në botë, përpiqem të fus diçka në emisionin tim, por di që ajo që është brenda aty është 100% e vërtet, nuk e teproj kurrë me informacionet që mund të marr. Në vesh mund na sjellin informacione pafund për gjërat të cilat mund ndodhin në këtë vend, por nuk dhe do të them personalisht kam qenë 3 herë i akuzuar për shpifje. Të 3 herët e kam fituar, të 3 herët i kam fituar me qeverinë socialiste nga 97 deri në 2005, 3 herë, po më kam thirrë në prokurori me orë të gjata për të më marrë në pyetje për një lajm. Dhe kur kjo hiku, unë thash që u bë një gjë e padrejtë. Sikur kjo të kthehej, do shihnim, kishte më portale apo jo?